Romanca mes Gjestit dhe Eglit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Pyetja më shpesh e fansave është se çfarë po ndodh me ta jashtë shtëpisë të famshme në Shqipëri. Dhe pikërisht kjo marrëdhënie u diskutua një ditë më parë në një studio televizive. Producenti e njohur Eduard Deda u shpreh se i vjen keq për Eglin, pasi sipas tij ajo është mashtruar në këtë marrëdhënie. Producenti shton se ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri është e afeksionuar pas fituesit të shtëpisë së famshme dhe viktime ndjenjes së vet. Mua më vjen keq për këtë vajzë e cila realisht është mashtruar në këtë marrëdhënie. Ajo ka dhënë fitoren dhe gjithë vëmendjen e mundshme këtij djali. U kujdes për këtë djalë maksimalisht. Tregoi që vërtet e donte. Mendoj që ajo vajza është afeksionuar pas atij djali, por është viktimë e ndjenjes së vet, deklaroi producenti i njohur, duke habitur jo pak fansat. Por nga ana tjetër të shumtë janë fansat që mendojnë si producenti i njohur se Egli është viktimë e dashurisë nga Gjesti. Ju çfarë mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.